Prej veprës non publicistika e viteve 30-40 e doktor Lazaradit shkëpusin pjesën të një juaj një melodi, botue në gazetën Shtypi, 4 maj 1938, numri 298, faqja 3 me pseudonimin Ladi, kur doktor Lazaradi ishte veç 22 vjeç. Të ndijuaj një melodi. Ishte natë pranvere, natë e hishme dhe magjike, ndoshta edhe më e bukur se ajo në cilën Beethoveni kompozoi simfoninë e 9. Pranë meje, prap po më rrinte vasha, idhulli i jetës sime, e shikonim nga njëherë, por çka? Ajo në buzët e veta për herë të buzëqeshuna ndrynte një gaz dhe një hare, por si pranvera fiorentine. Me magjinë e mbrëmjes, me hijeshinë e vashës bashkoi edhe ritmi një këngë që dukej si ritmi i zemrave tona. Prej diku larg transmetohej mbretnesha e Adriatikut. Kjo këngë shpërthente me hovë e lirik të patregueshme, shpërthente menjëherë dehes me një fizarmonikë e çuditshme. Se vals gazmor, sa e bukur që nga kjo pjesë fliste dhe kërcente me një veletit pa shoqe. Masanej tarantel. Kjo këngë napoletane gjithmonë më ka pëlqyer, më dëfren, ndërsa pjesa ekzekutohej, imagjinata jeme për herë e gatshme me i marrë rrugët, fluturonte në përmbretëni e bukuri. Ritmi i melodisë më përkujtonte atë kuadrin xhevahir të këtij kolosi. Pranverën, atë pranverë që është më e bukur se 100 pranvera të vërteta. Ndërroi melodia e bashkë me të edhe mendimet e mia. U ndruen një ashtu si ndrohet një faqe libri masi lexohet. Në atë natë të bukur i kaluam disa orë të këndshme. Ishte natë pranvere. Ladi.